me partinë e parë. Po jo. Zoti Azi, zonja Osmani, unë kërkim të votës për mandatën e dytë. E votoni zonja Osmani në mars vitit tjetër ose nuk e votoni? Po jo. Jo, kërkem. Jo, as qeverin, as presidentën, as kërkon nisë, kemë nevojna. Këna dhonë dhurata njëherë, nuk japim ma dhurata politike. Okej, një pyetje nga një shikues që vjen nga Prizreni, thot, aja keni bërë me hile Abdullah Hoxha ish kryeministri që ne keni vendosur në numër 13 në rang list pra të votuesve dhe zonën Kica e keni vendosur para zonës Hikmete Bajrami. Është pa merit. Po jo ose ka diçka. Atëherë ma drejtë kanë më bon pyetje se unë jam të folë, pse unë jam dalë numër 4 e nuk jam numër 2. Pse do të më dhon përgjigje për tjerë? Unë jam përgjigje për numrin tim. Jo si mësafer këto. Po me vetë faktin që edhe ty të pas gaboje pa drejt. Ky shikuesi nuk dhe me valorizu edhe me ndërtu ata që ne kemi spjegu. Janë në listë në dhecën e parë, janë nën kryetarët e LDK-s, sekretarët e LDK-s, edhe mandej i pari mas nën kryetarëve dhe sekretarëve është ish kryeministri. Me pas ndodh pyetja ma drejt kishë ndodh. Pse Abdullah Hoxha nuk është nën kryetarë e LDK-s? Kjo do të më bëjë Lumira Abdixhikut, jo mu. Okej, po edhe Lumira